Roxen e zuri gjumi. Po ti nuk do pushosh, duhet jesh e lodhur. E di, nuk e kisha menduar kur. Për çfarë? Kemi gjithë këta vite që luftojmë kundër shtrigave dhe përbindshave dhe nuk e kisha menduar kur se një ditë mund të ndodhte edhe kjo. Se kisha menduar kur se mund i ndodhte ndonjërit prej nesh, ajo që i ndodhi në abuz. Ai dhe Leila kishin bërë kaq shumë plane, kishin kaq shumë ëndra. Të qëndrojnë ndëri, të vish ti përsëri. E di se ty do t'kem dhe nuk dorësohem, do t'jem e ty prap në përjetësi. Me çdo sekond do kalojmë bashkë, do jenë e jotja, e ndjej në zemër, në kratë e tu. Ti do t'më mbash, vetë më thuar se më do. Çdo mëngjes dua t'fle prap, dua ditën ta bëj natë, të ndëgjoj unë zërin tënd ti në baraz. Lot nuk do ndërn vetë se shumë ti më mungon. E di që ti do t'vish pas meje në ndërim dhe nuk dorëzohem, do t'jem e ty prap në përjetësi. Me çdo sekond do kalojmë bashkë, do jenë e jotja, e ndjej në zemër, në kratë e tu. Ti do t'më mbash dhe t'më thuar se më do. Uragani Androsit! Urime Leila, zemërimi yt të bën akoma më shumë të fuqishme. Bota e njerëzve do të mësoj të ketë frikë nga zemërimi i zanave. Planet e tua nuk janë planet e mia. U bashkova me ty për të shkatruar magjistarët e rrethit të zi. Dhe mos haro Nebula, Ogroni është i im. Atëherë do mund të hakmerresh shumë shpejt zemër. Zanat e mia i kanë gjetur. Ku? Ata janë fshehur në akullin e dimensionit Omega te planeti Burg. Ata shpresojnë të largohen nga ne, por e kanë gabim. Sot ne do t'i kalojmë kufitja me Gjiksit për t'i kapur ata kriminal dhe askush nuk do të na ndalojë. Për këtë mision na duhet autorizimi mbretëreshës Morgana. Morgana nuk është më problem. Do ta marrim ne kështjellën dhe shumë shpejt Zana do kenë një mbretëresh të re. Morgana është mbretëresha. Je sigur që kjo është zgjidhja e dur? Morgana s'mund t'i mbrojë më zanat. Tani është radha jonë. Jo, imaghin, u zhduk. Jo. Kjo duhet jetë vepër e Nebulës. Jo! Morgana! Roxy, Pash një ëndër të tmerrshme. Morgana është në rrezik, ne s'duhet ta kishim lënë vetëm. është në rregull Roxy, është vetëm një ëndër e keqe. Ajo nuk është vetëm, ajo është e sigurt në kështjell me zanat e saj. Por Nebula dhe zanat e Akmarjes janë me të. Vajza, kam një parandinë të tmerrshme. Unë e pash Morganën, ajo ishte një fantazëm. Atë kishin kapur në një vend të mistershëm dhe ajo po ulërinte. Ne e dim shumë mirë, ëndrat e Roxit nuk gabojnë kur. Ikim atëherë, nëse mbretëresha është në rrezik, nuk kemi kohë për të humbur. Wings Messinix! You're magical. All you gotta do is believe in yourself, and everything will change. You got the power, believing, so wonderful.
kanë shkuar të gjitha zanat? A mund të dëgjoni ju? Unë nuk po dëgjoj asgjë. Ashtu është Stella. Kjo qetësi nuk është fare normale. Duket sikur gjithçka ka ndaluar. Por diçka po lëviz. Hej, voglush! Mbrapsuni! Është një magji mbrojtëse. Largohuni nga hyrja e kështjellës. Stuhia diellore! Ma lëshoti, pishe shëmtuar! Faleminderit, Elia! Sulm harmonik! Çfarë po ndodh? Ne i godasim dhe ata shufishojnë. Duket si një supermarket që bën oferta. Ti kap një dhe më pas dalin dy. Duhet të dalim prej këtij para se të jetë shumë vonë. Roxy, te kulla. Shko te kulla. Morgana më foli, duhet të shkojmë te kulla, ajo është atje. Ju shkoni gjeni Morganën, ne do merremi me këto! Roxy, ti, Stella dhe Flora e jeni me mua. Muza Tekna, ju rrini dhe ndihmoni djem. Ne jemi aq të rritur sa të kujdesemi për veten. Jehona magjike! Ti mund t'jesh i madh, por këtë nuk mund ta bësh. Paçi fat! Nga kjo anë, të shohin sa të shpejt janë miqtë tanë. Jehona magjike! Mrekulli, tani do të duhet të mendojmë për diçka tjetër. Mirë, dhe tani të bashkohemi me Je vajzat. e sigurt se kjo është rruga e duhur? Nuk jam e sigurt se është kjo rruga e duhur, por jam e sigurt se është e vetmja. Mbretëresha Morgana, jemi këtu. Asgjë. E dija që s'mund të ishte kaq e thjeshtë. Roxy, çfarë ka? Ishte vetëm një parandjenjë, zjati një moment. Mu duk sikur Morgana ishte këtu dhe në të njëjtën kohë sikur ishte shumë larg. Nëse ajo është në këtë pallat, atëherë do ta gjejmë. Ikim. Nëse donim të binim në sy, do thoshe se ja dolëm ban. Mos u merakos, nuk ka njeri këtu. Atje, duhet të jenë të kështjella, shkojmë! Më duket se statujat po na thon se nga cila anë të shkojmë. Më ndihni mua! Nga kjo anë! Shpresoj shumë që zanat të jenë fshehur diku këtu, sepse nëse dikush ja ka dalë mbangjë ta zhduk Morganën dhe zanat e saj, atëherë duhet të fillojmë të shqetësohemi me vërtet. Po shëtisni atje ku duhet dhe tani do ta paguani shtrenjtë gabimin tuaj. Wings Speedix!
Atëherë, nëse doni të bëni lojë të rëndë, bëuni gati për vallësim. Mirë se u ktheve, Stella. Le t'i bashkojmë tani fuqitë tona. Konvergjenca besimik. Betejë nuk ka mbaruar ende. Jam edhe unë këtu. Nebula, isha e sigurt se kjo ishte vepra jote. Nëse je kaq e sigurt, Bloom, nuk duhet të më sfidoj edhe një herë. Do t'i kishe kursyer vetes shumë poshtërime, duke unë poshtur nga dora e shoqes tënde të vjetër. Lela, përse e bëre atë? Ne jemi shoqet e tua. Jo, më Stella, ne i tham lam të mirë njëra tjetrës. Çfarë i bët Morganës? Ato që nuk ecin në rrugën e akmarrjes me ne, janë hije që duhen harruar. Të gjitha zanat në kështjell janë bashkuar me mua. Morgana ka ngelur e vetme. Dhe ky është fati atyre që refuzuan të na ndiqnin. Ky është fati që do kenë edhe shoqet e tua. Ju do jeni hije, gati për të zhdukur para dritës së fuqisë son. Por për Morganën, për të nuk ka kthim prapa. Roxy! Mbretëresh Morgana! Sot zanat luftëtare do të marshojnë drejt dimensionit Omega. Ne do ndëshkojmë magjistarët për gabimet e tyre. Pas tyre e kanë radhën njerëzit e tokës. Ne zana do të mbretërojmë së shpejti në këtë botë dhe ata që përpiqen të na ndalojnë do kenë të lashe. Ti nuk je më e mirë se sa magjistarët që po ndjek. S'kam kohë të dëgjoj ty kur flet. Mbyllini brenda pasqyrës. Ti i ke burgosur zanat ashtu siç veproi Ogroni. Kjo është ideja jote për drejtsinë. Mos u lot, ne e tim përgjigjen dhe di çfarë nuk na pëlqen fare, goditja stereo. Bishtja krepit! Përsmorja jakt! Super Prism! Stuhia diellore! Era e vjeshtës. Sa mirë që po ju shoh përsëri. Erdhët në kohën e dur, po si ja dolët? Statuja e mbretreshës na tregoi rrugën. Ndalojini. Thetra e ujkut! Gjuajtje e bukur, Roxy. Faleminderit! Mirë, shikoj se nuk ju desh shumë kohë për të më zëvendësuar. Leila, ti do t'jesh gjithmonë e jona, por tani nuk mund të jesh me ne. Ne nuk duhem të luftojmë kundër teje. Largohuni që këtu atëherë dhe na lini të hakmerremi. Vrasesit e Nabuz duhet të ndërshkohen. Ti na mposhte më parë kur na kape pamendje, por tani nuk do ta kesh kaq të lehtë. Vala Morfixit! Kuroja e Siriusit! Leila, po luftoni një betejë të kotë. Musa, si kur të ndjeje zemrimin që kam brenda meje, do ta kuptoje që nuk do të përpiqesh të më ndaloje. Nebula është ajo që do këtë luftë. Ndoshta do të akmerresh, por çmimi do të jetë tepër i lartë. Pasi të akmerresh ndaj magjistarëve, mbasi do të ndjehesh më mirë, apo mos vallo ta kthesh zemrimin drejt dimensionit magjik. Mjaft me këtë çmenduri, Nebula. Ndaloj luftëtarët e tua dhe çliroj Morganën dhe të burgosurat. Ne duam të të ndihmojmë, nuk e kupton? Je shumë vonë, Bloom. Le të ikim para se të ndryshoj mendje. Zanat e akmarrjes, mblidhuni. Leila, na ndiq. Ka ardhur koha të hapim dyert e dimensionit magjik. Po na pret dimensioni Omega. Mos e bëj, Leila. Mos shko, të lutem, jo. Ti nuk je si ato. Vajza që njihet ti u presi një lule nga Ogroni. Tani unë dua vetëm t'ja shpërblej në të njëjtën mënyrë. Lam të mirë, Wingsa. Jo! Të lumt, Leila. Le të filloj për ndjekja. Duhet t'i ndjekim dhe t'i ndalojmë përpara se Leila të bëjë ndonjë gabim të tmerrshëm. Po Morganën nuk mund ta braktisim brenda pasqyrës. Pse mos të thyej pasqyrën dhe ta çlirojmë? Mos e bëj, magjia e errësirës është fatale. Pasqyra shkatron ata që duan ta thyejnë. Vetëm një zan mbretëreshe kontrollon atë. Atëherë jemi në duart e Nebulës. Jo, megjithse Nebula zuri vendin tim, kjo nuk do të thotë se ajo është mbretëresh. Pas meje froni i përket princeshës së Tirnanogit, vajzës time. Ti mund të më shpëtosh, Roxy. Unë?
Ti e nëna ime? Roxy zemër, të kam kërkuar ka gjatë. Unë mendoja se kishe... Mos e thuaj, Roxy, unë jam gjallë, jam këtu, gjithnjë kam qënë. Ti sapo kishe lindur kur magjistarët më kapën. Magjia e ogronit ja fshiu nga kujtesa babait tënd të gjithë të vërtetën. Unë kam kaluar shumë vite në birusat e kësaj kështjelle, duke ëndërruar që të kthehesha te ti, dhe në ëndrat e mia unë të kam takuar. Tani e gati ta kuptosh këtë. Ti ishe zana e fundit e tokës dhe vetmja shpresë për ne. Ti na gjete ne dhe veten me ndihmën e shoqeve të tua. Roxy, ne të dy janë gjajnë kaq shumë. Edhe unë prita për një kohë të gjatë para se të merrja vesh të vërtetën për origjinën time. Por e di çfarë? Ja vlen të presësh për dashurinë e nënës. Tani duhet të gjejmë Nebulën dhe t'i japim fund kësaj lufte për hakmarrje. Ku mendon se po shkon, Gantlos? Përse nuk përdor ndonjë nga magjitë tua tani? Nuk je dhe aq i fort pa shokët e tua? Qo, magjistar, ngriu dhe përballu me fatin tënd. Mjaft tani! Forca motra, ato janë vetëm pezana! Ndoshta duhet të numëroni edhe një herë, vajza! Mjaft, ju urdhëroj të ndaloni. Janë mirë ato? Mos u shqetëso, do të shërohen shpejt. Ndërkohë Gantlosi e mbathi përsëri. Jo për shumë kohë, ai do na ndihmoj ta gjejmë. Fluturo dhe shiko, gjej gjurmët e Gantlosit. Si pas zanave tona, ata janë fshehur në këto shpella. Mbajini syt hapur. Kanë ardhur Winksot bashkë me Roxyn dhe Morganën. Ikim që këti, shpejt o gro. Jo, nëse ja mbathim këtë gjë do ta bëjmë deri në fund të jetës. Dimensioni Omega është një labirinth për akulli dhe guri. Do të presim tu dhe do t'i sulmojmë. Nuk do të kemi rast tjetër për të hequr qafe armiqtan. Nga kjo anë! Dëgjova zëra, po vini nga ky drejtim. Çfarë vendi? Kjo është një botë ku fshihen kriminalët më të këqij. Mos u mërzit, universi i Magicsit është shumë më i mirë. Kështu shpresoj. Gantlosi ka qenë këtu dhe ato vajza që e takuan nuk patën fat. Ato kanë ngrirë për janë dhe gjallë. Çfarë ju bët motrave tona? Mjaft, ne thjesht donim t'i ndihmonim. Bëuni gati, pas sinjalit tim. Nuk kam ardhur të luftoj kundër teje, Nebula. Kam ardhur që të marr në shtëpi dhe të mos kërkosh më hakmarrje. Vetëm shikoni pak për rreth. Gjithë ky acar, ky dëshpërim, këtë ka në zemrën e tyre ogroni dhe magjistarët e tij, por ju nuk jeni si ata. Ju jeni më të mirë dhe tani mund ta provoni këtë. Unë e kam kuptuar fal vajzës sime. Vajza jote? Unë jam këtu fal Roxit dhe shoqeve të saj të mrekullueshme. Nëse unë ju kam zhgënjur si mbretresh, jam e bindur se një ditë ajo do bëj një punë shumë të mirë. Jam gati që ta lëm një herë fronin tim që ju të ktheheni të gjitha, drejt dritës dhe drejt jetës. Mbretëresha ime. Bo përsëri zana e paqes, Nebula, bota ka nevojë për ty. Kur? Tani! Do të të kapo gronë! Leila, jo! Sky, ti dhe specialistët shoqëroni zanat në një vend të sigurt jashtë prej këtu. Këti, nxitoni! Tani është radha jon. Qëndro me zanat e tua, Morgana. Ne po shkojmë të marrim shoqen ton. Po, shkojmë të marrim shoqen ton.
Në episodin e ardhshëm vjen momenti së vërtetës për Wingsat. A do të fitojnë fuqitë së mirës dhe të mbretërojë paqja edhe një herë në universin magjik, apo do të fitojë hakmarrja? Pikëllimi për Nabun e ka elmuar përgjithënjë jetën e Leilës.